Gjatë së martës u pa duke kaluar ka ndërtesa e kuvendit. Zëvendës kryeministrit në detyrë Besnik Bislimi duket se mund t'i bie në barë e gjithë përgjegjësia e shefit të tij Albin Kurtit. Me aktin e dorëheqjes së kryeministrit në detyrë, ushtrimi i funksionit të parit të qeverisë, sipas juristëve bie mbi zëvendës kryeministrin e parë. Në këtë rast, sipas Gzim Shalës nga IKD, situata është shumë më e qartë për shkak se Besnik Bislimi nuk është deputet. Është interpretimi pozitës së tij që pretendon se juridikisht ai është i dorëhequr. Mirë, po situata nuk qëndron kështu. Qeveria në detyrë apo qeveria në dorëheqje vazhdon punën e saj derisa të zgjidhet qeveria e re. Mirë, po as qeveria në detyrë apo në dorëheqje nuk mund të udhëheqet nga një deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Në këtë situatë, letër dorëheqja duhet të jetë e qartë, duhet të jap dorëheqje nga posti i kryeministrit të qeverisë në detyrë dhe më pastaj ky post të kaloj tek zëvendësit e tjerë në mënyrë dhe ky të marrë dhe ky të ushtroj postin e deputetit. Njëjtë konsiderohet se duhet të ndodhë edhe në përministri, ku pas dorëheqjes së ministrave që kanë fituar mandatin e deputetit, ato me patjetër duhet të drejtohen nga zëvendësit e tyre. Kurti bashkë me secilin deputet që ka detyrë qeveritare, kërkohet që të deponojnë në sekretariat dorëheqjet e tyre. Është dashur që kryeministri dhe secili prej ministrave të japin dorëheqje jo sot dhe dje, por është dashur qysh në ditën kur KQZ-ja ka certifikuar rezultatet zgjedhore. Rrjedhimisht njëjtit kanë qenë në shkelje ligjore në vazhdimsi deri më sot. E sot besoj që nuk është protokollare që dorëheqjet të sillen me fleta në përhollën e kuvendit, sepse ka procedurë të përcaktuar se si sillen dorëheqjet dhe duhet të ritheksoj që nuk mjafton dorëheqja e kryeministrit, por duhet që secili prej 15 ministrave tjerë edhe ata të dorëzojnë në sekretarinë e kuvendit dorëheqjet e tyre me shkrim. Pas kësaj vlerësohet se i hapet rrugë konstituimit të kuvendit përmes një seance të re, e cila ka kohë të thirret 48 orë pas seancës së të martës. Zoti Deari tashmë duhet që të ras një seancë të re jo më vonë se të njëjtën, por normalisht kjo nuk e përjashton si mundësi që një seancë të thirret qysh sonte, në rast se sigurohen numrat e nevojshëm. Deri më tani nuk ka njoftime për caktimin e seancës së radhës, në të cilën do të tentohet konstituimi i kuvendit.